Komisionerja e Bashkimit Evropian për zgjerimin Marta Kos u ndal në Beograd dhe Novi Sad gjatë një vizite zyrtare 2 ditore në Serbi, ku dha një mesazh të qartë për qeverinë serbe. Ky është një shans që vjen një herë në disa dekada dhe Serbia nuk duhet ta humbas. Ajo theksoi se Bashkimi Evropian kërkon një ritëm tjetër të reformave dhe vullnet politik, më të qartë nga ana e Serbisë, nëse ajo dëshiron të anëtarësohet në Union. Komisionerja bëri thirrje për ndërtimin e një sistemi gjyqësor të pavarur, luftë të qëndrueshme ndaj korrupsionit, garantim të lirisë së medias dhe rregulla të qarta për procesin zgjedhor që reflektojnë vetëm vullnetin e qytetarëve serb. Marta Kos tha se Bashkimi Evropian tashmë po bashkëpunon me vende të tjera që kanë përparuar ndjeshëm në këtë rrugë, dhe Serbia duhet të ecë në të njëjtin drejtim, duke bërë reforma në bashkëpunim të ngushtë me institucionet europiane. Në krah të kryeministrit të ri të vendit Duro Makut, Kos përsëriti gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të ndihmuar në proceset e ndjeshme demokratike. Ndërkohë që takimi me presidentin Vučić u shoqërua me një mesazh të qartë në rrjetet sociale mbi rëndësinë e respektimit të parimeve demokratike. Përkundër deklaratave publike pro-europiane, Serbia dhe lideri i saj Aleksandar Vučić janë shpesh në qendër të kritikave për qëndrimin e dyfisht, duke ruajtur lidhje të ngushta me Rusinë dhe njëkohësisht duke kërkuar anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ky pozicion i paqartë është bërë veçanërisht i ndjeshëm pas luftës në Ukrainë, pasi Serbia nuk u bashkua sanksioneve ndaj Moskës. Vizita e Kos përfundoi në Novi Sad, qytet që kohët e fundit është bërë simbol i protestave masive pas shembjes tragjike të një stacioni treni vetëm pak kohë pas inaugurimit dhe që i mori jetën 16 personave. Ajo kreu homazhe në vendin e ngjarjes dhe nënvizoi se ndërtimi i një shteti demokratik dhe të sigurt duhet të jetë në qendër të reformave që Serbia ka përpara në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.